Edhe disa momente prekse që i kam parapri varrimit të babajt të ish-presidentit Thaçi që kuptohet që na mandeja nisë me shkru folklor poshtë e përpjet. A kanë çfarëdo baze juridike krejt çka është ka flitet për trajtim kuptimin e drejtave të njerëzit të gjykatës speciale në raport me ish-presidentin? Po, para se mi analizës, do me thonë, se që ka konsiderohet bazë humanitare, spore ish për ngushlimin familjes ish-presidentit Thaçi, se humbja një prindi në çfarë do moshë është një humbje më madhe, sidomos në rrethonat të cilët gjendet. Është diskutuar shumë në lidhje me çështjen se pse s'është lëshuar, apo cilat janë arsyet që duhet të plotësohen në mënyrë që më bë lëshim i përkohshëm, në mënyrë që me pas mundësi me marrë pjesë në varrim. Ka raste të ndryshme, do me thonë ka dhe bazë ligjore, edhe në rregulloren e gjykatës speciale, po edhe në Konventin Evropiane për të drejtat e njeriut në 98, po edhe në Kushtetutën e Kosovës në 36, e drejta e privatësisë, do me thonë që çdo kusht të respektohet drejta e jeta familjare private, dhe pastaj ka hi edhe Tribunali Ndërkombëtar për Jugosllavi, edhe vetë gjykata speciale në disa raste të mëhershme i ka do me thonë ka bo ndarjen apo i ka faktorët të cilët duhet të plotësohen në mënyrë që të bëhet lirimet e përkohshme në baza humanitare. Nga faktorët të cilat i konsideron në vlerësimin është se në cilën fazë për shembull gjendet procesi i ligjor, pastaj natyra e veprave penale, karakteri i akuzumit, graviteti do me thoni, apo graviteti i sëmundjes, apo varësisht pastaj mundësia për me bas me shoqëru, apo eskortës, apo çish janë mundësit e këto, dhe rrethona tjera që bijnë në kuadër të bazës humanitare. Do me thonë, në bazë tyne kritereve vlerëson paneli për me dhënë një të drejtë. Menoj të rasti konkret nuk do koment, sepse kemi rast të vdekjes së prindit, domethënë edhe plotësohen këto kritere. Pastaj çështja e afateve, na i patëm një 2 deklarata sot, një të gjykatës që thot publikisht s'ka pas kërkesë. S'ka pas kërkesë, në anën tjetër avokati thotë e kom ba dje para orës 2, do me thonë, edhe avokati u desh me ba me njëherë kërkesën, po dhe gjykata u desh me procesu ma shpejt. Une besoj dhe konsideroj që Zoti Thaçi do të lejohet të vjen tani për një ditë, 2, 3 për ngushlime me antarët më të ngushtë të familjes, ky procesi i varrimit shkoj. Gjykata speciale ka qenë më ngurtë dhe nuk i ka marrë parasysh, domethënë është për shkak të kushteve, apo ata kanë vlerësu, nuk ka leju të marrin pjesë në varrim, përveç në ngushlimin, në krahasim me rastet e gjykatës Tribunali Ndërkombëtar për Jugosllavi, që zakonisht me rastin e vdekjes së antarit të ngushtë të familjes, i ka leju me marrë pjesë në varrim. Dhe normalisht nuk është një gjë e mirë, që ka ndodhur një gjë e mirë, është edhe kjo duhet pikëspari avokat duhet të jenë ma proaktiv të bëjnë kërkesat, dhe nëse eventualisht kërkesat e tyne nuk gjejnë rrugë, normal që duhet kjo të trajtohet më të tjenë nga të shihet, sepse unë shpeshere kom më të seksja dhe normal që në situatat caktuara apo në çështjet shumë themelore ku preket interesi shtetënor i Kosovës e lejon rregulluar procedurës së provave, që autoritetet e Kosovës mund të bëjnë parashtrime të caktuara pranë gjykatës speciale në mënyrë që të trajtojnë një çështje një të drejtë themelore nëse eventualisht shkilet. Kjo është situata ku jemi. Po shpresoj që shumë shpejt Zoti Thaçi të ketë mundësi të ngushëllohet me antarët e familjes.